Fundi vitit e garant ka kap sikleti. Deadline-at në punë, përgatitje kit festave, ngjarje e darka të ndryshme të përditshme, stresi të u kupësht. E që një teknike frimarjes që mundet me të ndihmu shumë në vetëm 5 minuta. Quhet 3 këndshej. Është shumë e thjeshtë, 5 sekonda merr frymë, 5 sekonda e mban frymën, 5 sekonda e liron. Po nëse 5 sekonda është shumë, mundesh me nis me 4 sekonda ose 3 sekonda. Kjo krijon një ritëm në frymarrje dhe kështu e qetëson trupin edhe mendjen. Specifikisht që ky ritëm e qetëson sistemin nervor, domethënë i dërgon sinjal trupit që ti je më i sigurt edhe e rrit përqendrimin edhe fokusin në punë që je tu e bo momentalisht edhe të ndihmon që ti me u përballë më shumë me çato vështirësi në mënyrë pak më të lehtë. Që në çet periudhë fund vitit janë shumë më të shpeshta. Po të keni kujdes se kur rritet stresi, bjen imuniteti. E për që ato, është mirë një ndihmu trupit me vitamina ekstra. Për shembull, kur merr defense shot, që mundesh me gjetë në përbanatore, me to ja bën skip gripit, që tash o përhap kogja shumë, e forcon imunitetin edhe e mbron trupin. Thjesht që me mujti me i shiju e me mujt mu knas ma ndejnë krejt ato nejet e fund vitit. E për ma shumë video si kjo, ja bën follow në krejt rrjetet sociale Urban FM edhe subscribe në YouTube.